Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po vazhdojmë të ritakohemi së bashku dhe në fakt dua pak të flas për këtë fenomenin që po shkatron medjen ros. Tani kur të gjithë po grinden, të gjithë po acarohen, të gjithë po zdihen, të gjithë po duan të marrin vëmendje, të gjithë duan të rrisin followersa në Instagram, të gjithë duan të kapin mbrëmje, të gjithë duan të shkojnë me këngët miliona klikime deri në 20 milion në YouTube, Gjesti jeton si veshka me zvijomit. Koncerte po, këngë të bukura po, bashkëpunimet në rregull, i lumtur po, kënaqet po, ndërsa këto të tjerët rreth ti bëjnë luftën e madhe. Më thënë grinden, duan vëmendje, nuk u pëlqejnë bashkëpunimet, nuk u pëlqejnë kontratat, grinden për kontrata, nuk janë të lumtur e shumë gjëra të tjera. Gjesti ka vazhduar rrugtimin e tij pas Big Brotherit ashtu siç ja ka kërkuar Zotit. Tani unë besoj shumë në Zot, edhe gjithmonë e kam thënë që në qoftë se ne me sinqeritet edhe lot të pastër i lutemi Krijuesit, i lutemi Zotit ton të dashur, me patjetër që në atë rrugtim në të cilin ne duam të shkojmë dhe në atë rrugtim në të cilin ne duam të ndjekim ëndrrën tonë, me patjetër që suksesi është super i garantuar. Këtë nuk e vë fare nuk e vë këtë në diskutim. Ma besoni këtë gjë. Do të thënë nuk e vë fare në diskutim. Tani, Gjesti ka bërë një kontratë shumë mirë të menduar. Po i shkojnë gjërat shumë bukur, në projektet i ka me shumë sukses, po punon me hapa të sigurt, nga që kjo është shumë e rëndësishme për një personazh publik, për një artist, është shumë e rëndësishme se në çfarë hapash do të ecë, me çfarë hapash do të shkojë. A do të jetë një projekt i shumë shpejtuar që Gjestin do ta dëmtonte në rrugtimin e jetës së tij, apo do të jetë një projekt i vonuar për publikun, por i mirë menduar për stafin dhe për artistin në fjalë. Zakonisht, këto lloj artistësh kanë patur sukses goxha afat gjatë në tregun muzikor, në tregun e artit shqiptar, ndërsa artistët të cilët kanë punuar me një vrull dhe një intensitet shumë të madh në projekte, në këngë, në klipe, do të thënë kanë qenë gjithmonë të dështuar, sepse tek veshji i publikut, tek syri i publikut bëhesh i bezdisur. Gjesti, njerë që e ka marrë shtruar famën, që do me thënë po bën një sukses të papar, kjo as që diskutohet. Ai është shumë i lumtur, e shoh në për mbrëmje, në për klabe, në për diskoteka, Gjesti po mundohet të merr një vëmendje të papar, po mundohet të merr një dashuri të sinqertë, sepse ai përdorën sinqeritetin, përdorën vërtetësinë dhe modestinë. Le ta themi, është përfaqësues i popullit shqiptar, është përfaqësues i modest, nga që gjithmonë populli është modest, është i thjesht, është përfaqësues i popullit. Dhe zakonisht këto artistë, të cilët janë të thjesht, janë si në jetën e përditshme, janë si ti dhe si unë, janë si të gjithë ne. Do me thënë, kanë një dashuri dhe një mbështetje të pamohueshme. Për të mbushur diskotekat në këtë numër që mbush Gjesti, është e pa imagjinuar që një artist të ketë gjithë këtë dashuri të madhe, por Gjesti arriti ta merr këtë. Si arriti? Arriti me shumë punë, arriti me shumë sakrificë, do me thënë ai i vuri një mision vetes së tij, unë do të mbyllem për 7 muaj në këtë reality show dhe unë do ta ndjek ëndrrën time. Unë do të ngjitem në skenën gjigande. Unë do të arri këtë gjë. Dhe Gjesti arriti. E arriti me shumë punë dhe me shumë ngulm. Dhe me shumë bindje dhe vetbesim. Vetbesimi është gjëja më e suksesshme në jetë. Njerëzit të cilët e kanë vetbesimin e plot dhe të gjithave sfidave ju dalin me krahëror përpara, ato janë njerëz të suksesshëm dhe me një super sukses të garantuar në jetë. Dhe pikërisht të shky Gjesti me shumë punë, me shumë lodhje, me shumë përkushtim, arriti të merr të gjithë këtë sukses që ka sot. Dhe jo më kot unë e cilësova në fillim që Gjesti është si veshka me zvjomi, do me thënë jeton, punon, vepron, nuk bëhet pjesë
e lojrave, nuk bëhet pjesë e diskutimeve, debateve, është serios në rrugtimin e tij të punës dhe kjo do me thënë e çon drejt suksesit të garantuar. Ne me shumë dashuri do të presim projektin e radhës të Gjestit. Unë e di që ka një projekt superior, bëhet fjalë për dashuri, bëhet fjalë për emocion dhe shumë shpejt ky projekt do të lançohet në kanalin YouTube Zyrtar të Gjestit. Ju vazhdoni me subscribe sepse këtu i gjeni gjithmonë lajmet e vërteta.